Pushimet e pashkëve dhe moti me diell kanë sjellë një rritje të ndjeshme të vizitorëve në bregdetin e Shëngjinit në Lezhë. Qindra qytetarë kanë zgjedhur të kalojnë fundjavën pranë detit, duke shfrytzuar temperaturat e favorshme dhe atmosferën pranverore. Një pjesë e konsiderueshme e tyre vi nga Kosova, të cilët për vite kanë kthyer Shëngjinin si një destinacion të preferuar, sidomos në periudha festash, por nuk mungojnë as vizitorët vendas nga Lezhë dhe qytetet tjera të vendit. Fëmijët janë ata që duket se shijojnë më shumë këtë periudhë, edhe pse temperaturat e ujit nuk janë ende tipike për sezonin veror. Të shumë janë ata që nuk hezitojnë të futen në det, duke shijuar rrezet e diellit dhe hapësirët e plazhit. Pamjet përgjatë vjetëve detare tregojnë një frekuentim të lartë me familje dhe grupe të fëmijësh që shëtisin, pushojnë apo kalojnë kohë në ambiente të hapura. Kjo rritje interesit lidhet me përmirësimin e kushte në plazh. Ndërhyrjet e fundit të Bashkisë Lezhë në bashkëpunim me operatorët privat kanë ndikuar ndjeshëm në mirëmbajtjen dhe pastërtinë e zonës bregdetare. Pastrimi i vijës së rërës, sistemimi i hapësirave publike dhe rritja e shërbimeve kanë krijuar një ambient më tërheqës për vizitorët. Shëngjini duket se po nis herë sezoni turistik, duke dhënë sinjale pozitive për muajt e verës, ndërsa operatorët presin fluks vizitorësh në javën e vijim.